Kryetari i Bashkisë së Sarandës, Oltion Çaçi, ka deklaruar publikisht se një nga objektivat kryesore të mandatit të tij është përmirësimi i infrastrukturës në Ksamil. Megjithatë, kjo ambicione duket se është shoqëruar me vendime të diskutueshme financiare, pasi fondet publike rezultojnë të jenë përdorur 2 herë për të njëjtin segment rrugor. Bëhet fjalë për 2 procedura tenderuese, që të marra së bashku i kushtojnë buxhetit të Bashkisë së Sarandës rreth 2 milionë euro. Dishimi që lind është nëse kemi të bëjmë me një gabim administrativ apo me një përpjekje për të justifikuar shpenzime të fryra. Tenderi i parë u shpall në tetor 2025 dhe kishte si objekt rikualifikimin e trotuareve, ndriçimit, rrjetit kub dhe shtresave rrugore në rrugët Onezmi dhe Lefter Talo, me një fond limit rreth 1.1 milion euro. Fitues u shpall një operator ekonomik. Ndërkohë, në të njëjtën ditë që u shpall fituesi i këtij tenderi, Bashkia e Sarandës hapi një tjetër procedurë për ndërtim trotuare, rikualifikim rrethimesh dhe hapësira shlodhëse në Ksamil, me një fond rreth 800.000 euro. Edhe në këtë projekt përfshihet sërish rruga Lefter Talo me punime që ngjajnë me ato të tenderit të parë. Kjo mbivendosje projektesh ngre pikpyetje serioze mbi arsyen e zhvillimit të 2 tenderave të ndarë për të njëjtën rrugë dhe mbi mënyrën e menaxhimit të fondeve publike.